Shpërthime të forta janë dëgjuar rreth orës 2 të natës me orën lokale në kryeqytetin e Venezuelës Caracas. Dëshmitar okular të cituar nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve raportuan për avion ushtarak që kanë fluturuar në lartësi të ulët dhe për të paktën 7 shpërthime. Wall Street Journal gjithashtu flet për praninë e helikopterëve ushtarak. Zyrtar amerikan i than CBS-it se presidenti Donald Trump ka urdhëruar sulme ndaj Venezuelës për fshirë objekte të ushtrisë. Qeveria venezueliane foli për agresion nga ana e Amerikës, ndërsa presidenti i atij Nicolas Maduro shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në të gjithë vendin. Kreu i shtetit kolumbian Gustavo Petro shkroi në platformën X: "Po bombardojnë Caracasin, lajmëroni të gjithë botën, Venezuela është sulmuar. Po bombardojnë me raketa." Në rrjetet sociale janë publikuar pamje të zjarreve të mëdha me kolona tymi shkruan AFP, por nuk ka qenë e mundur të përcaktohet me saktësi vendodhja e shpërthimeve. Sipas informacioneve të para, sidoqoftë, dyshohet se objektet e goditura kanë qenë baza ushtarake, veçanërisht kazermat më të rëndësishme të vendit, Fort Tuna dhe baza ajrore La Carlota. Sipas CNN-it, disa lagje të Caracasit kanë mbetur pa energji elektrike. Prej javësh tensionet mes qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe asaj të Venezuelës kanë qenë shumë të larta, teksa ushtria amerikane ka shënjestruar kohët e fundit mjete lundruese në ndyshimin se përdoren nga trafikantë të drogës. Të premten, Venezuela deklaroi megjithatë se ishte e hapur për të negociuar një marrëveshje me SBA-n për luftën kundër narkotrafikut. Megjithatë, Maduro u shpreh në një intervistë regjistruar më herët dhe të transmetuar të njëjtën se Shtetet e Bashkuara në të vërtetë po kërkojnë një ndryshim qeverie në Venezuelë dhe synojnë qasjen tek rezervat e saj të mëdha të naftës, përmes një fushate presioni që sipas tij ka zgjatur prej muajsh dhe që ka nisur me një dislokim masiv ushtarak në detin e Karaibeve që në gusht.